Problemi që krijon tallja e Lasivitas me Partinë Demokratike dhe Berishën në tërësi, që i kanë paguar $6 milion, nuk është thjesht se ai nuk beson te fitoreja e Berishës dhe bën humor me dëshirën e tyre për të pasur një amerikan në krye të fushatës. Problemi serioz qëndron te fakti se Berisha po tallet me demokratët duke u paraqitur Lasivitan si magjistarin që do t'i shpëtonte nga humbja. Që Lasivita ka të drejtë të tallet me çmimin e lartë që paguan Berisha është normale. Deri më sot retorika anti-amerikane e Berishës ka qenë mbështetur te sovranizmi, injorimi i fuqisë së SBA-ve dhe mbyllja e dyerve për ndikimin e tyre në jetën politike në Shqipëri. Befas ky njeri që do duhej të sulmonte çdo që merr lobist amerikan në fushat, jo vetëm që shkon e merr më të shtrenjtin, por edhe paraqet këtë gjest si shpresën e vetme për të bërë magji në zgjedhje. Madje pretendonte se nga ky akt ishte tmerruar edhe kundërshtari. Tani del që magjistari ka vetëm aftësi magjike të marrë lekët dhe të tallet me ty. Edhe kjo është e rëndë për demokratët, pasi atyre ju tha se shpresa e vetme për fitore ishte Lasivita. Ky fundit sot e fik telefonin sepse i ka humbur klientin në Australi, ndërsa është në kërkim të një klienti të ri modest, jo kaq i shtrenjtë sa Berisha. Është ky arsyeja që Sali Berisha u ka borxh demokratëve një shpjegim si do fitojnë tani pa magjistarin. Tallja e Lasivitas me Berishën dhe PD-n është shumë e rëndë se ajo e bufit nga Edi Rama. Në fakt i vetmi që ka besuar se Berisha është një buf është vetë Lasivita, pasi e ka trajtuar si të tillë, i ka marrë lekët dhe e ka tallur publikisht. Bashkë me Berishën ai ka tallur edhe shqiptarët në përgjithësi si popull që beson se përfshirja e SBA-ve në fushat i çon drejt fitores. Berisha në fakt ka 4 vjet që lufton për të kundërtën, për të bindur shqiptarët se përfshirja e SBA-ve në politikën e brendshme të Shqipërisë nuk duhet respektuar. Edhe në fund shkon dorëzohet kundër kësaj betejë të tij, madje paguan edhe $6 milion për ta bërë këtë, çka tregon se ajo nuk qep bindja e tij, por thjesht halli i tij. Për këtë arsye ai u ka borxh demokratëve një ndjes për Lasivitan dhe për faktin që tradhtoi veten dhe besimin e tij se mund t'ia dilte kundër SBA-ve duke bërë betejë me ta, jo duke i bler. Tani ka tradhtuar edhe veten edhe demokratët se $6 milion nuk janë ndonjë humbje e madhe, ka plot.